Dhëndri i ish kryeministrit Sali Berisha, Jamarbër Maltezi, ka deklaruar se hetimet në lidhje me dosjen Partizani kanë prapavi politike të orkestruar nga kryeministri Edi Rama. Gjatë konferencës për shtyp me avokatët e tij, Maltezi tha se në këtë dosje ekzistojnë falsifikime dhe shkelje nga prokurorët e çështjes që vërtetojnë persekutimin politik ndaj tij dhe kreu të PD-s Sali Berisha. Sipas tij, ekzistojnë 5 shkelje që vërtetojnë pse prokurorët kanë frikë dhe nuk lejojnë që seanca të zhvillohet me kamera në sallë, ndërsa bëri të ditur se janë të paktën 35 falsifikime të prokurorëve të dosjes që janë zbuluar nga avokatët e tij. Mashtrim kur arrin prokurori dhe gjyqtari të gënjejnë deri me përmbajtjen e BKM-s. Kjo tregon falsitetin e të gjithë procesit politik dhe gjithashtu frikën që kamerat mos jenë në sallë për të treguar me dhjetra raste të tilla të keq përdorimit politik. Kur kemi një rast tjetër. Kinse hetimi është për ish klubin Partizani për ngjarje të para 20 viteve. Por ama kanë thërritur deputeten Ledina Alolli për ta pyetur si ka paguar kapelet dhe bluzët në fushatën e 2023-shit. Pra, qartazi është shënjestruar Partia Demokratike dhe opozita. Por këto prokuror politik, Partia Demokratike është armiku i popullit dhe armiku i partisë. Dhe duhet luftuar me armët e plota që të munden. Kjo është qesharake, absurde, të mendosh që gjoja është hetimi për çështjen procedimin 287 të para 20 viteve, por pyetet për kapelet dhe bluzat e fushatës 2023-shit. E bukura është që po të njëjtët prokuror politik kanë hapur çështje penale dhe për sipas urdhrit politik të Edi Ramës dhe të korruptonjëses Yuri Kim, hapën procedim penal edhe si PD-ja u riorganizua dhe u rithemelua në 2021-shin. Po keni parasysh që këtu Ledina Alollin po e pyesi për fushatën në 2023-shin. Pra qartazi kanë shënjestruar PD-n dhe po sulmojnë PD-n si armike politike dhe nuk po bëjnë ndjekje penale, por për ndjekje politike nga prokuror të cilët këto çështje partitë politike opozitare i quajnë veprime që bien ndesh me moralin komunist. Ish kryeministri Sali Berisha dhe dhëndri i tij Jamarbër Maltezi akuzohen për shpërdorim detyre dhe përvetësim të ish kompleksit Partizani.